Njëra prej sfidave kryesore, siç edhe ka qenë e pritur prej menaxhmentit tonë dhe gjitha organeve drejtuese të ngrohtorës, ka qenë natyrisht ajo që ju potenconi, fillimi i implementimit të projektit Prishtina Heat Save. Projekti ka parapash që të futen njësinë e matjes në bazë të konsumit dikon 17.500 njësi të banimit, të cilat fatbarësisht në aspektin teknik, në aspektin e funksionalitetit edhe të pajisjeve, po edhe të aplikimit të metodologjisë, nuk kemi pas asnjë vretje, mirë po, siç e din edhe opinioni publik, kemi pasur disa vretje të konsumatorëve për shkak të ndërrimit të metodologjisë, po jo ndërrimit të çmimit. Për shkak se duhet jemi korrekt, çmimi i aprovuar nga zyra rregullatorit të energjisë ka qenë i njëjtë për metër katror siç ka qenë në sezonin paraprak, ndërsa për matje ka qenë më i lirë për disa cent për gjithë konsumatorët. Faturat e ngrohtorës kanë shkuar te konsumatorët për shpenzimin real të cilin konsumatorët e Prishtinës e kanë bërë. Pra, ne kemi pranuar disa ankesat të cilave ju kemi përgjigj në mos mbi 95%, deri në fund të kësaj jave përgjigjemi në gjitha ankesat, dhe duhet të kemi të qartë. Termokosi, si ndërmarrje publike, operon në treg të rregulluar. Tarifat e këtyre rregullimeve i bën zyra rregullatorit të energjisë. Përfshi edhe aprovimin e metodologjisë. Termokosi nuk ka të drejtë dhe autorizim të caktojë dhe përcaktojë çmim. Pra ne e implementojmë metodologjinë e parapërcaktuar nga zyra rregullatorit të energjisë dhe në këtë drejtim kemi lëviz. Në bazë të numrave të cilët ne i kemi, gjatë kësaj periudhe, prej fillimit të sezonës, me 15 tetor, deri sot në fund të muajit mars, ne kemi kursim të energjisë edhe kursim të qytetarëve në faturat e tyre. Mesatarisht, në secilin muaj, prej shkurtit deri sot, mbi 65% të qytetarëve në Prishtinë kanë pranuar fatura më të lira se sa që i kanë pranuar vitin e kaluar me metër katror. Dhe këtë po e flas me kompetencë dhe përgjegjësi në bazë të statistikave, të dhanave dhe matjeve të cilat ne i kemi. Po e përmbyllim fakt njërin prej sezonave të suksesshme, po paralelisht edhe shumë sfiduese për ngrohtorën. Ka mbetë dikon më shumë se 2 javë deri në përfundim të sezonit të ngrohës, siç e dim, përfundon me datën 15 prill të vitit 2025 dhe data 16 prill do të jetë fillimi i përgatitjeve për sezonën e ardhshme. Fatbarësisht e kemi përfunduar një sezon shumë të suksesshëm në aspektin e funksionalitetit teknik termik të ngrohtorës, që në kupton kemi ofruar shërbim pa as edhe një ditë ndërprerje deri sot. E mira ka qenë që kemi mërri me ofru shërbim më cilësor sa që ka qenë viteve paraprake, edhe ankesat për cilësinë e ngrohjes dhe të shërbimit kanë qenë pothuajse minimale, të cilat natyrisht me intervenimet të nevojshme teknike kemi mërri me i rikuperu, me i sanu dhe me i tutje. Thonë vërtetën i kemi pas disa avari ose defekte teknike në zonat ndryshme të qytetit, mirë po të gjitha kemi arrit me ekipet tona të mirëmbajtjes në departamentet përkatëse, me i menaxhu shpejt edhe me i përfundu në kohë optimale, në mënyrë që me rikthy furnizimin e rregullt. Vlen të përmendet që nuk kemi raste ku ka ndodhur mos funksionaliteti ose mos furnizimi me ngrohje ose shërbim të ngrohjes për ditë të tëra. Pra nuk ka pas asnjë raste, ka pas raste kur brenda disa orëve është dashur me rikthy ngrohja dhe e kemi bërë një gjë tillë.